hequr nga Omnia, Wingsat kaluan përmes portës Sarenix në oqeanin e pafund, por Tritani ishte vetëm një hap prapa tyre dhe më afër se kur për të realizuar planin e tij, për të aktivizuar fronin e Perandorit dhe për të kontrolluar dimensionin magjik. Por së pari, ai duhet të furnizohet me karburant. Ditë e bukur, dielli po shkëlqen, qielli është blu. Moti perfekt për plazh. E po, na bën mirë pak pushim, Të cilën e merituam, sepse e përfunduam kërkimin. Dhe tani jemi zanat Sarenix. absolutisht po. Pra le të shkoj. Po, çfarë po presim? Po. Të gjithë janë tashmë atje. Oh, për më tepër mami dhe babi im thanë se na pret një piknik. Dhe është një rast ideal. E keni parasysh. Po, e dim Stella, ti mund të hash. Pra, le të shkojmë në atë plazh të përsosur. Oh, jo! Plazhi ynë perfekt nuk është më perfekt. Blum, vajza, këtu! Mami, babi! Oh, Blum, a mund ta besosh? Si ndodhi kjo? Nuk e di, zemër. Por duke sikur dallgët po i shtyn plerat pikërisht në bregun ton. Do të thuar se po vi nga oqeani? Kam frikë se po... E po, nuk mund ta lëm kështu. Ky është plazhi ynë në fund të fundit. Ne duhet ta pastrojmë këtë. Ke të drejtë, Tekna. Ne mund ta bëjmë këtë. Oh, na duhen Doreza. Sa bukur. Derisa bën këtë princesh, ne mund të përdorim disa thas Po plerash. vin me një herë. Bukur, Stella. Si thoni të mbledhim disa plera? Do të marrim letrat. Flora, Hilja dhe unë do të merremi me plastikën. Nuk ka problem, mua më pëlqen kjo gjë. Oh, më lejoni të ndihmoj me këtë. Oh, e mrekullueshme. Faleminderit. Ej, pse nuk u japim një dorë atyre njerëzve? Ejani, sigurisht. Fantastike! Bukur! Faleminderit! Wow! E kapa! Toma! Faleminderit! Opa! Me të gjitha këto plera duke lëndruar në plazh, unë thjesht pyes veten. Nëse Tritani kishte ndonjë lidhje me të, Po, edhe unë e pyes veten. Oqeani i pamas, të paktën, më në fund ishim këtu. Kush është kthyer? Ne jemi kthyer. Ata janë kaq të lezetshëm së bashku. Unë e urrej bukurim. Pra, ne jemi këtu. Edhe çfarë? Dhe çfarë? Pra gjithçka. Tani që kam Sirenixin, mund të marr këtë burim të fundit të fuqisë në këtë dimension. Froni i Perandorit. Unë do të ulem në të, fuqia do të burojë nga unë dhe unë do të jem Perandori. Dhe unë do të dominoj çdo botë, çdo oqean, çdo shkëm dhe çdo dreq personi në të gjithë vendin. Bën mirë të kesh kujdes, Tritan. Sirenix është i mallkuar. Oh, mbyllë gojën ti.
Thjesht po e thua këtë sepse ne të mashtruam që të na tregoje si ta merrnim atë. Jo, Tritani im I fuqishëm do t'jetë perandori I oqeanit të pafund. Dhe ti, Ajsi, do të jesh perandoresha ime. Po, do të jem. Tani në fronin e perandorit. Jani pra bisha. Ajo do të jetë perandoresha. Pra, po ne çfarë do jemi? Atje lart. Froni I perandorit, Ajsi. E shikon? Mund të ulesh? Po. Unë shpall fuqim përfundimtare të oqeanit të pafund. Provoje përsëri? Në rregull. Unë shpall fuqim përfundimtare të oqeanit të pafund. Mjaft ju të dyja. Nuk po funksionon. Çfarë ka kjo gjë? Tritan! Të shkatërroj. E urrej kur ndodh kjo. Të lutem. Të thash Tritan, Sirenix do të të shkatërroj. Kush të pyeti ty zan? Mbylleni atë. Jo. Më duhet të mbushe me karburant. Dhe unë e di se ku duhet të shkoj. Dhe kaq ishte, pastrimi I plazhit ka mbaruar. Shikoni përreth, të gjithë kemi bërë një punë të mrekullueshme. Është e vërtet. Ka drejt. Kalofshi një ditë të mrekullueshme në plazhin tonë të ri. E di Brandon, gjithë ky veprim mjedisor më ka dhënë një super ide. Sikur të krijoj një linjë veshjesh organike me ndikim të ulët, tërësisht të biodegradueshme, si thua? Duket ide e mirë kjo. Po, kështu po them edhe unë. Unë do të shkoj të krijoj, për shembull, Organike, me ndikim të ulët, plotësisht e biodegradueshme. Hey Stella. Me çfarë po merresh aty? Hey, çfarë ka? Po mendoja që Tritani ishte burimi I plehrave në plazh këtë mëngjes. Kështu që bëra një kërkim të vogël. Çfarë more vesh? Sikur ti ishte Tritani. Hidhi një sy kësaj? Çfarë është kjo? Është një ishull plehrash që noton në oqean. Është në brigjet e Gardinias. Ka ishull plehrash në çdo oqean në tokë. Me të vërtet? Me të vërtet. Njerëzit I hedhin gjërat dhe ato përfundojnë në ujë dhe qëndrojnë aty. Por kjo është e tmerrshme. Zonja dhe zotrinj, mund të kem vëmendjen tuaj ju lutem? Është kënaqësi e madhe të zbuloj për ju modelin më të fundit nga princesh Stella e Solarias. Fantastike. Ky fustan është zgjedhja e zgjuar për një grua që dëshiron të jetë njëkohësisht e prirur ndaj modës dhe e ndërgjegjshme për mjedisin. Më fal, lakër është ajo. 100% organik dhe tërësisht I biodegradueshëm. Krijimi më I ri I Steles ofron stil me ndikim të lartë
dhe ndikim të ullet në mjedis. Nuk që nga fustan, që nga ushqim për lepuj. Jo, ku është Stella? Le të shkojmë të sigurohemi që ajo është mirë. Mos u shqetëso, unë do të flas me të. Stella, të lutem mos qaj. Brendon, një tjetër të shtimi imi. Më vjen keq zemër. Po pse nuk ju pëlqen modeli im? Unë mendoj se ato janë pak të avancuara për shumicën e njerëzve. Çfarë do të thuash me këto? E po, të çuditshëm, jo praktik, të çmendur. Kështu mendon ti? Natyrisht. Po. Po e ke gabim. Ti gjithë e keni gabim. Pra problemi është atje, në oqean. Ashtu është, dhe nuk po largohet akoma. Hej, a je mirë? Jo, nuk jam. Edhe për më tepër e urrej Brendoni. Jo, përsëri. Ka frikë se kjo mund ta kthejë Tritanin në tokë. Duhet të bëjmë patjetër diçka. Çfarë po presim? Le të dalim atje. Wingsat magjike. Sirenix! Lum! Zana e flakës të tragoj. Mjosa, zana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit që shkëlqen. Si do ta gjejmë këtë vend? Vetëm ndiqni plerat. Si është kjo, Tritan? Një lëvizje që mund të hash gjithçka. Nuk kam parë kur kaq shumë beturina. Është tepër sosur. Më lejoni të shërbej unë, perandori i ardhshëm? Tornado e era! Them dhe më i fort se kur. Ishulli i plehrave, ja ku është. Çfarë po ndodh aty? Wow! Është Tritani. Kishe të drejtë. Kjo rrëmuje ka tërhequr Tritanin. Edhe Trixat. E janë i Wings. Sonjusha. Motra, ato po vinë. Jo përsëri ato. Çfarë po ndodh me to? Ato duken ndryshe. Punë e madhe. Unë thjesht do t'i fshi me pjesën tjetër të plehrave. Kohëra të mira. Kapëdora, të kapa!
është mjuza? Ja ku po vi. Jemi të gjitha. Në rregull, Wings. Konvergjenca Sirenix. Nuk ka kuptim të qëndrojmë këtu. Ajsi, shkojmë. Erdha. Duket sikur ato janë bërë më të forta. Ata po ikin. O jo, nuk do ik. Pra mendoj se Tritani dhe Trixat mendojnë se mund të shpëtojnë duke hyrë në oqeanin e pafund. Ata do të habiten shumë tani që ne kemi Sirenix. Pra, le ta bëjmë këtë. Porta Sirenix! Ne jemi këtu, oqeani pafund. Nuk po arrit të shikoj. Prit, ka diçka që lëviz atje poshtë. Hey! Lembi? Iliris? Oh, çfarë surprize mrekullueshme! Oh! Kemi ardhur t'ju ndihmojmë. Ne kemi parë Tritanin. Ai është atje poshtë. Na e trego! Tritan! Wingsat? Ato mund të hyjnë në oqeanin e pafund? Dhe kur ndodhi kjo? Shikoni Trixat, duket se nuk kemi të vetme që kemi fuqi të reja. Kjo mund të bëhet pak e rrezikshme. Ju më mirë qëndroni këtu. Mos u shqetëso, Tritane, jemi marrë me to. Motra? Oh, nuk jam i shqetësuar. Nuk do të ikësh kësaj radhe, Titan. Ne kemi gjithë fuqinë të të ndalojmë. Dhe unë me zor po pres ta përdor. Ne duhet të ndihmojmë Wingsat dhe unë e di se si. Konvergjenca! E janë të gjitha! Konvergjenca Selkie! Faleminderit. Tani që Selkit na kanë dhënë një shtys, le ta godasim fort atë përbindësh. Për hapja e zjarit! Reze verbuese! Sulvi në jadit! Le ti marrim ato. Je gati të më shkatërrosh? Mutant! Më bëni një nder. Shkatërroj ato më parë. Halla jote. Mbretëresha e bukur Ligea. Çaça yt i fuqishëm, mbreti Neptun dhe sigurisht kushërinjtë të lezetshëm Nereu dhe Tresa.
O jo! Familja mbretërore e Androsit. Atëherë, na shpërtheni. Nuk e mendoja dot. Le të shkojmë zonjusha, unë kam një fron për të aktivizuar. Por doja t'i shpërtheja me fuqitë e mia sa e Renix të errta. Do ishte bukur. E po, nesër është një ditë tjetër. Bisha! O jo, familja ime. Shoqe, në gjurë. Mirë, të paktën plazhi është kthyer në normalitet. Por për sa kohë ama? Ai ishulli i plerave është pikërisht në det të hapur. Dhe për sa kohë është aty, plazhi është i kërcënuar. E po, ne do të bëjmë diçka për këtë. O, ashtu? Ne vendosëm të dilnim për të pastruar ato mbeturinat. Na frymëzove zemër. Të gjitha na frymëzuat dhe jemi këtu vullnetar për të ndihmuar njëri tjetrin. Por kjo është e mrekullueshme. Faleminderit. Jo, faleminderit ju, Wings. Familja ime. Mbreti Toreador I jep vajzës së tij Aishës shpatën e mbretit Neptun, e cila zotron fuqitë jashtëzakonshme. Ndërkohë Tritani merr vulën nga shtylla e dritës, duke shkaktuar një eklips në të gjithë dimensionin magjik. A mund ta shpëtoj Stella babain e saj, mbretin Radius, jeta e të cilit është e lidhur me diellin e Solarias?